kam taku njerëz, ishte për qëllim sahabët që dukeshin sikur se të çmendur prej dhikrit të madh të Allahut. Sot duke shfletu për këtë çështje, rastisa ta dëgjoj një komentim të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, fjalës Allahut ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ju që keni besu përmendni Allahun me një përmendje të madhe. Ibn Abbasi kur e komentoi këtë ajet tha kam taku njerëz, ishte për qëllim sahabët që dukeshin sikur se të çmendur prej dhikrit të madh të Allahut. Dukeshin sikur se këta njerëz nuk ka diçka në rregull me ta, kjo për shkak të dhikrit të madh që i bën ndaj Allahut azza wa jall. Për një me kam pas si ajrin, apo si peshku ujin. Nuk e kam pas teori që fatkesisht që e kemi ne. Po e kam pas islamin shumë praktik. Vëlla, ajo që karakterizon sahabët është në çështjen e islamit, si fe dhe pastaj jetësimit tina, është se kam pas dhurat prej Allahut. Dhe kam pas frikë të madhe se mos pjam merr këtë dhurat. Dhe janë mundu me çdo kusht me rujt dhe me bëqmësh me e praktiku. Ja kanë ditë vlerën. Ibn Mesud radhiyallahu anhu thuhet se në treg i ka mësu ka pas ligjërata të veçanta për tregtarët, të cilët vetëm në momentin e shitjes ka mujt më qenë pak të shkujdesur për dhikrit. Nëse gjatë gjithë kohës kur kanë qenë duke nejt, tregu i Medines ka ushtu prej dhikrit, prej leximit të Kuranit, prej tasbihut e kështu me radhë. Pra jo vetëm në xhamia, kuptimi i tyre ndaj fesë, jo vetëm në rrugën, në vende ku lexohet dhe mësohet, por edhe në tregje që mendja dhe zemra është më e koncentruar në aspektin e përfitimit material të kësaj botës. Si më shton të gjë. Po flasëm për sahabë, por kam taku njerëz në vendin ku kam studiuar në Jordani, tregtar që thoshte e le të bëj hot me Kur'anin mrena 24 orëve. Vetëm në kohën kur shes largona prej tij dhe posa mbaroj kthehen edhe vazhdojnë. Dhe tregonin për të disa tjerë. Thoshin të paktën njerëz që e njohin këto, që punojnë së bashku me to në tregje, të paktën 5 gjuza apo 100 faqe gjatë ditës i lexojnë, prej kohës mëngjesit deri në mas ikindis ose afër akşamit sa qëndrojnë treg. Por këta njerëz për një me kanë kuptuar realitetin e tregtisë. Dhe pyeta, thash pse kështu? Tha hoxh, unë po dal për dunjë po qëndroj. E pse mos më qëndroj edhe për Allah?